Lidhja mes Vesa Vllasaliut dhe Mirlin Ndakut ka qenë shumë e përfolur mes muajit janar dhe qershor 2025. Vesa ka dhënë shumë sinjale përmes postimeve, fanellë me numrin 19, thonjë me dizajn për Dakun, deklarata enigmatike duke nxitur kështu spekulime për një marrëdhënie romantike, por asnjë konfirmim zyrtar nuk është dhënë nga të dy dhe marrëdhënia ka qenë shumë e shkurtër dhe diskrete sipas mediave. Në përmbledhje kishte shumë sinjale indirekte dhe spekulime, por jo një deklaratë publike të fortë ose të verifikuar. Le të kthehemi pak në retrospektiv. Vesa në janar të vitit 2025 postoi një foto me fanellën e Mirlin Ndakut, duke rritur dyshimet se mund të ketë diçka më tepër se miqësi. Asnjëri prej tyre nuk i është dashur ta konfirmojë publikisht atëherë. Kurse në maj të këtij viti, gjatë një rubrike në një televizion në Instagram, Vesa tha se dashka që një me numër 19 të shënoi gol për Shqipërinë, shumë e interpretuan si një sinjal të drejtë për Mirlin Ndakun. E në qershor të vitit 2025, gazeta kosovare Sinjali raportoi se Vesa ndes rrjetin duke postuar një foto me fanellën e kombëtares Kuqezi me numrin 19 mbi supe dhe një qendrim buzëqeshës, ngjalli aludimet për një lidhje serioze me futbollistin. Tutje, në qershor të këtij viti, sipërmarrja online Ora Info raportoi se Vesa kishte parë vepruar me dedikim numrin 19 edhe në dizajnimin e thënieve, duke dhënë pikërisht këtë si sinjal dashurie për ta bërë të kuptueshme lidhjen e tyre emocionale. E po ashtu mes marsit dhe majit të këtij viti, raportime të ndryshme thanë se romanca kishte filluar, por zgjati pak e u ndal. Fillimisht aludime për lidhje, por më pas Vesa u pa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një mashkull tjetër dhe u tha se ajo dhe Daku ndahen pak javë më pas. Mirlin Ndaku duket se që nga brëm i ka dhënë fund këtyre aludimeve. Dyshja kanë dhënë sinjale disa herë që lënë të kuptohen se po shijojnë një romancë, ndërsa veprimi i djeshëm dhe i fundit i futbollistit duket se konfirmon gjithçka. Vesa mbrëm ka publikuar disa fotografi ku shfaqet e kuruar deri në çdo detaj, e veshur me një fustan elegant të zi e mjaft seksi. Në mesin e shumë pëlqimeve bie në sy edhe ai i futbollistit Mirlin Ndaku, një gest i vogël por me shumë kuptim që duket se tashmë e ka bërë publik pëlqimin e tij ndaj ish banorës së Big Brotherit.